Faza e rregullt e Major League Soccer ka përfunduar dhe tashmë të gjitha skuadrat që vazhdojnë më tej ëndrrën për titullin kampion kanë mosuar emrat e kundërshtarëve me të cilët do të përballen në turin tjetër. I vetmi nga futbollistët shqiptar që ka mbetur në garë është Myrto Uzuni me Austin që ka mosuar emrin që i ka vënë përballë kalendari. Në fazën e play-offit, kundërshtari i parë për ekipin e Austin në konferencën e perëndimit në Major League Soccer do të jetë Los Angeles FC, një ekip me shumë pretendime që ka mbyllur sezonin në rregullt në vendin e tretë në renditje. Në radhët e kësaj skuadre ka shkëlqyer Heung Min Son, koreani i cili dha lamtu mirën Tottenhamit gjatë verës për të nisur këtë aventurë të re. Ndaj për skuadrën e Uzunit nuk do të jetë thjesht të vazhdojë më tej në një kampionat i cili ka një formulë shumë të pazakontë, pasi në këtë fazë kalon ekipi i cili ka bilancin më të mirë pas 3 ndeshjeve të luajtura. Uzuni e ka mbyllur sezonin në rregullt të parin të tij me fanellën e Austin me 6 gola të shënuar dhe 2 asist në 27 ndeshje të luajtura me këtë skuadër.